Po që një pyetje kështu du me ta parashtru. A i përgjigjet Allahu lutjes më njerë? Po, Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet lutjes më njëherë. Mirë po ka kushte. Edhe lutja nga ona Allahu subhanahu wa taala, kur themi përgjigje e lutjes, Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet në nevojën të cilën e keti. Dhe nëse është e nevojshme, dhe nga urtësia e vet, Allahu e kupton që ka nevojë, tash i të përgjigjet ti, Allahu të përgjigjet. Mirë po urtësia kanë ne nuk e kuptojmë. Ne kërkojmë prej Allahut ndonjëherë që Allahu na japë pasurinë moment, ose na japë shëndet moment. Mirë po Allahu nga urtësia e vet, Allahu e lën të vanohet. E pse? Ka shumë. Kanë me bu me pas ti pasuri, në çat moment ti mundesh me bu një gabim, edhe e kupton pas një periudhe, ai përrim me po. Ose të kisha pas shëndet, ose të kisha pas pushtet. Andaj ti je i bindur që Allahu të përgjigjet. E kjo është hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot, ud'u Allaha wa antum muqinun bil ijaba. Lutni Zotin duke qenë të bindur që Allahu do të përgjigjet. Allahu përgjigjet më njëherë. Dhe thash, forma e përgjigjes së lutjeve është në tre forma. Me njëherë e vënon për ndonjë urtësi, ose ta zaventson me diçka çka Allahu din. Ama a përgjigjet Allahu më njëherë mundet me të përgjigj. Dhe ka shumë raste, sikurse rasti në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka hini njëri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në xhami, subhanallahu, shumë rast interesant, sunullah. Ka hini pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ligjëru, ka hini bedevi nomad, ka thonë ja Rasulullah, shkum baktit dhe u shukën, domthonë tokat, on s'ka shi. Ja Rasulullah, hadithin e transmeton Enesi radhiyallahu anhu. Thotë ja Rasulullah, lut Allahun që Allahu të bjerë shi. Enesi transmetuesi i hadithit thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke qenë në xhamin minber, e dëgjoi atë nomadin, bedevin, dhe luti Allahun, tha o Allah, bjerë shi për hatër baktive dhe bimve. Dhe Allahu subhanahu wa taala lëshoi shi. Saqë Enesi thotë nuk pa të re, s'pa të re o kolla Medinës. Por një moment u bën zi Medinja. Dhe ja filloi shiu të bere. Kjo përgjigje e duas. I njëjti person vjen pas një javë, xhumon e ardhshme. Thotë ja Muhammed, çe kanë pas nomadët, e kanë thirrë në emër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I kanë thonë ja Muhammed, lutë Zotin tan, se u shkatrum. Lutë Zotin tan që ta largojë shiun, se shkum krejt ne, subhanallahu. Kështu është insani. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Enesi, thotë shiu nuk u ndal për një javë rresh, domthonë me bereqet të Allahut, derisa e luti Allahun, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o Allah, bëne këtë shi për rreth nesh e jo mbi ne. O Allah, drejt luginave dhe kodrinave e jo drejt neve ku jemi duke qëndru. Andaj edhe Allahu nga ky rast nxjerrmi dobi që Allahu subhanahu wa taala të përgjigjet më njerë, suno. Po. Vetëm ti dush me kuptu urtësinë e Zotit. Se ndonjëherë Zoti, Allahu te baraka wa taala, e shet të nevojshme që më me të përgjigj. Ka njerë Allahu e vanon. Njoni më tha hoxha, po kur po jena të smut, pse Allahu na i vanon shërimin? Të nuk përgjigjet. Subhanallah, Ibn Kajme ka potencu dhe ka thonë, Allahu dëshiron prej robit, kur robi është nevojtar, është ma i thjesht, është ma afar Allahut. Dhe Allahu dëshiron se ai është në ibadet në këtë gjendje. Allahu me bo me shëru, ose mi dhon pasuri, angazhot me tjetër sa ne haron lutjen, e haron angazhimin, adhurimin. Andaj Allahu e le në pozitën të cilën është, jo pse Allahu do me dënu, hasha wa kella. Po subhanallah, Allahu dëshiron me lënë atë pozitë se ai është duke boj ibadet. Allahu xhelle shanu o xhelle xhelalu. Allahu na bëj për atyre të cilët e lutmi Allahu në çdo nevojë. Në çdo nevojë. Në çdo rast. Edhe jemi për atyre të cilët mos ta harrojmë Allahun subhanallahu. Amin.